Gjyshja ishte syrin e keq me dafin, krip dhe këtë përbërës. Rezultati do ju befasoj. Syri i keq është një besim i rrënjosur në shumë kultura në mbar botën. I referohet besimeve në një vështirësi ziliqare ose negative nga një person keqdashës që mund të dëmtojë jetën e personit që e merr atë, përgjithsisht në formën e fatit të keq, problemeve të shëndetit dhe fatkeqësive. Gjatë historisë janë zhvilluar rituale të shumta për të mbrojtur nga syri i keq, por nga një më të njohurat është edhe ajo e përdorimit të ujit me krip. Në këtë video do të shqyrtojmë praktikat e heqjes së syrit të keq me ujë me krip sipas Feng Shui. Rëndësia e saj në kulturë dhe në mënyrë mund të jetë ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Mësoni si të largoni syrin e keq me ujë me krip, një praktikë e lashtë në mbrojtjen e shërimit kundër këtyre komplikacioneve sipas teknikës Feng Shui. Për këtë ju duhet ujë dhe krip. Energjia negative që kalon në shtëpinë tuaj ka nevojë për trajtime speciale, sigurisht që shpesh ju ka ndodhur që të mos ndjeheni rehat në shtëpi. Kjo ndodh për shkak të energjive të këqija ose syrit të keq që dikush ka dhe mund të lëshojë në shtëpinë tuaj. Ka shumë mënyra interesante se si të largoni energjitë e këqija, ndërto është edhe kjo teknikë që do ju paraqesim në këtë video sipas Feng Shui. Për këtë ju duhen këta përbërës: krip, uthull e bardhë dhe ujë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: përzieni kripën, uthullin dhe ujin në një gotë. Vendoseni gotën në dhomë ku kaloni pjesën më të madhe të kohës dhe lini të qëndrojë aty për 24 orë. Kontrolloni nivelin e kripës pas një dite. Nëse kripa është ngritur në majë të gotës, përsëriteni procesin derisa ajo të ulet. Sigurohuni që të pastroni edhe qelçin përpara se ta përdorni. Vendosini atë në një vend të shtëpisë ku mund të absorbojë ndjenjat negative në një mënyrë më efektive. Kripa zakonisht përdoret për trajtimet Feng Shui për të larguar energji negative. Për më tepër, ajo njihet për hapjen e portave pozitive. Kripa e kombinuar me ujin është ndër gjërat më të veçanta që mund të bëni në shtëpi sipas Feng Shui. Nëse këtë rituale bëni rregullisht, në shtëpinë tuaj do të mbizotrojë harmonia. Por kjo nuk do të thotë që ju të ndryshoni besimet tuaja dhe atë që doni të mendoni. Jeni ndjerë ndonjëherë keq pasi një person ka ardhur në shtëpinë tuaj. Keni vënë re se gjendja juaj shpirtërore dhe humori juaj kanë ndryshuar nga njëri moment në tjetrin. Kjo sepse disa vizitorë mund të sjellin energji negative në ambientet tuaja të shtëpisë. Ndjenja e një zemërimi ose edhe një xhelozie më të madhe mund të jetë një nga arsyet kryesore të këtyre komplikacioneve. Ndaj sigurohuni që të bëni përzgjedhjen e duhur dhe të mbroni kështu edhe veten tuaj nga syri i keq. Ndjenja si zemërimi dhe xhelozia mund të influencojnë direkt në ambientet dhe në shtëpinë tuaj. Për të pastruar energjinë e keqe nga shtëpia ose edhe nga ambientet e punës, mund të përdorni disa objekte të cilat sipas Feng Shui mund të ndryshojnë edhe jetën tuaj. 5 objektet që duhet t'i mbani në shtëpinë tuaj sipas Feng Shui mund të mbajnë larg syrin e keq dhe të ofrojnë një cilësi më të mirë të marrëdhënieve tuaja ndërfamiljare. Mbajtja e një pasqyre jashtë derës kryesore të shtëpisë parandalon hyrjen e energjive negative, duke reflektuar kështu me besnikëri gjithçka që ka përpara. Pasqyra ia kthen atij që e drejton. Në këtë mënyrë, negativiteti mbetet jashtë shtëpisë suaj. Megjithatë, vendosja e saj te porta nuk është një ide e mirë sepse mund të pengojë edhe hyrjen e fatit dhe pozitivitetit në shtëpinë tuaj, citon Feng Shui. Vendosja para dritares varet nga peizazhi që ajo pasqyron. Nëse pamja është e shëmtuar, ose shikon drejt një spitali ose mjedisit të trishtuar, zgjidhni një vend tjetër në mënyrë që kjo të mos ndikojë edhe në krijimin e mendimeve negative dhe energjive të këqija. Në dhomën e gjumit mos e lini në një pozicion që pasqyron njerëzit që flen. Në kuzhinë është mirë ta vendosni edhe pas sobës. Mundësisht
kujdesuni të reflektoj imazhe me lule dhe gjithashtu imazhe më të bukura. Kripa e trash është e aftë gjithashtu të largoj energjinë negative nga shtëpia juaj dhe të ofroj gjithashtu më shumë pozitivitet në ambientet ku ju jetoni. Mundësisht, kujdesuni që ta përdorni si duhet. Vendosni një gotë me krip të trash në shtëpi dhe do të lironi kështu energjitë negative nga shtëpia. Mund të vendosni edhe një vazo transparente dhe në të vendosni disa deg të thata. Mund ta përdorni këtë si dekor. Kripa simbolizon forcën, pastrimin, rinovimin, gjithashtu edhe energjinë e mirë pozitive, edhe në neutralizimin e energjisë negative dhe syrit të keq. Trëndafili me 4 fletë lidhet gjithashtu sipas Feng Shui me fatin tuaj. Përveç se simbolizon elementet e natyrës, si që janë toka, zjarri, uji dhe ajri, simbolizon edhe ciklin e plotës si për shembull 4 shtinët, ose edhe fazat e hënës. Sipas përvojës popullore, fati është akoma më i madh kur gjendet ai rastësisht, pavarësisht faktit nëse e keni kërkuar ose jo. Fati është akoma më i madh nëse ju e gjeni atë rastësisht. Nuk do të keni gjithashtu edhe energji negative nëse ndiqni këto rituale sipas Feng Shui. Syri i fatit premton mbrojtjet edhe nga energjitë negative. Kur vendoset në shtëpi, te dera kryesore formon një lloj barriere për hyrjen e energjive negative. Disa njerëz zgjedhin ta mbajnë atë jashtë portës, ka dhe nga ata që e mbajnë në makinë ose edhe në tryezën e punës. Ky objekt është në gjendje të kapë energjinë negative sipas Feng Shui dhe kështu ta mbaj atë sa më larg nga ju. Kjo do të thotë që mund të përmbush edhe rolin e pastrimit. Nuk është rastësi që ne sot shohim bizhuteri me syrin e fatit. Në fund të fundit, mbajtja e energjisë negative larg nga ju është ajo që kërkoni. E dini që këmbana e vogël, të cilët disa e mbajnë te porta e kuzhinës kur lëviz dhe meton tingujt bazët e erës. Quhet edhe si larmishmëria e erës dhe përveç se emeton një tingull relaksues, të jep edhe kënaqësi që ta dëgjosh atë. Kur vendoset te hyrja e shtëpisë, mban larg zilin dhe kështu shtëpia juaj ka më shumë mbrojtje sipas Feng Shui. Disa modele gjenden edhe me gur simbolik në përbërjen e saj. Kështu, sipas Feng Shui, mbajtja e këtyre ritualeve mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të evituar syrin e keq dhe energjinë negative. Nëse nuk besoni në këto rituale dhe besoni tek feja juaj, drejtohuni ashtu siç mund të besoni. Kjo është thjesht një mënyrë alternative të renditura sipas Feng Shui, që cilësohen si mënyrat më të mira në lehtësimin e energjisë negative dhe fatit të keq që ju kaplon për një kohë të gjatë. Syri i keq është një besim popullor se dikush mund ta bëjë atë vullnetarisht ose pa dashje. Përjetoni probleme dhe gjërat nuk ju ecin mbar në përditshmërinë tuaj. Ky mund të jetë një problem i cili mund t'ju kushtojë në disa arsye, sidomos zakonisht nxitet edhe nga problemet e zilisë. Nëse mendoni se ju ose familja juaj vuan nga syri i keq, mund të provoni edhe këto metoda të cilat sipas Feng Shui mund të mbajnë larg syrin e keq dhe gjithashtu të përmirësojnë shëndetin tuaj. Diagnostifikimi i syrit të keq është një mënyrë shumë e mirë për ta mbajtur larg atë përfundimisht. Vini re simptomat. Energjia negative e një personi ziliqar mund të shkaktojë simptoma fizike që lidhen me sëmundje siç janë infeksionet e syrit, probleme me stomakun, gjithashtu edhe ethe. Gjithashtu ka të ngjarë që personi i prekur të ketë probleme personale dhe profesionale. Prandaj kjo mund të jetë një arsye pse duhet i kushtoni më shumë vëmendje situatave që jeni duke parë, pasi vetëm në këto raste do ta keni më të lehtë edhe të menaxhoni situatën tuaj sipas Feng Shui. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë besimet ose edhe mendimet tuaja rreth atyre që besoni.
Informacionet në këtë video kanë vetëm për qëllim informimi dhe asgjë më shumë. Për më shumë, trajtoni drejt atyre që ju mendoni se janë më të sakta për të evituar këto procese të cilat mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.